Ju përshëndes të gjithëve miqtë e Radio Televizionit Shqiptar, mirë se vini në takimin tonë të sejntes në emisionin Zona 30. Sot do të flasim për një temë mjaft të rëndësishme në futbollin shqiptar, implementimin e sistemit VAR që pa diskutim ka hapur dhe ka ngritur shumë debate, sipërse e përket zhvillimit të lojës, por dhe drejtësinë në futboll. E kush më mirë se një ish gjyqtar dhe një arbitër aktual, i cili mban sistemën e FIFA-s në VAR, bëhet fjalë për Kriden Smetën dhe Krishnik Barjamën, cilin unë kam në studio. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, faleminderit. Kriden, do doja ta nisja me ty, sa e vështirë ka qenë në kohën kur ti arbitroje, duke patur mungesën e sistemit VAR? Ka qenë e vështirë, një krahasim, po, unë faktikisht i kam kapur të dyja kohrat, edhe në periudhën që nuk kishin sistemin VAR, po edhe në periudhën që u implementua sistemi VAR. Ka qenë sezoni parë, mos gaboj? Sezoni parë që... Dhe ti më pas u largove nga... Jo, kam pasur 2 sezone. 2 sezone? 2 sezone tjera dhe pastaj e përfundova arbitrimin. Sistemi VAR t'jep një lehtësi, sidomos për vendimet që janë vendime kryeshale të ndeshjes, penaltit, goditjet e 11 metrëshave, ose po themi kartonat e kuq ose kartonat e verdh, gjithashtu dhe pozicioni jashtë loje, që janë goxha të kontestueshme dhe edhe goxha të rëndësishme për fazën e lojës. Në periudhën e parë sigurisht që ka qenë e vështirë, sepse në fragmentin e sekondës ti duhet merresh vendimin për themi për një 11 metrash ose për një karton të kuq, ndërsa me implementimin e sistemit VAR u thjeshtua pak, sepse edhe nëse ti në thonjza bëje një gabim sado të vogël, kishe një suport tjetër i cili të ndihmonte goxha në mbarvajtjen e lojës dhe për të marrë vendimet e sakta që në fund fare shërbenin lojës. Krishnik, le të themi si ka ndryshuar përvoja jote pas implementimit të sistemit VAR në Shqipëri? Është bërë më lehtë marrëdhënia me lojtarët apo me trajnerët? Sigurisht, që pas implementimit të sistemit VAR, shikohet një besueshmëri më e madhe për sa i përket klasës arbitrare, sepse edhe një gabim që mund të ndodhi në fushë, që deri dje mund të kontestonte si edhe e qëllimshëm, shikohet që pak pas sekondash ose pak minuta më vonë, korrigjohet dhe kjo të bën të kuptosh që se sa e vështirë është të arbitrosh në vetvete. Pra është një fraksion sekondi, e shikon, nuk e shikon pozicionimi, shpejtësia e topit e tjera. Dhe sistemi VAR i jep një lehtësi dhe jep një besueshmëri më të madhe dhe vetë lojës dhe vetë rezultatit. Mendoj që për të gjithë është më thjeshtë edhe ka qenë një risi mjaft pozitive për gjithë sistemin futbollistik i Shqipërisë. Aktualisht, e sheh që besueshmëria tek arbitrimi është rritur? Po kjo duket edhe nga futbolldashësit, edhe nga lojtarët, edhe nga trajnerët, ë? Kjo duket mendoj edhe nga le themi ngjarjet më vonë. Për shembull, po të shikoj më përpara, unë kam ndjekur, kam qenë vetë futbollist, flasim për kohët kur Kridensi ka qenë edhe në sezonet e tij më të mira, gjithmonë nëpër gazeta ose nëpër televizione pritej ai lajmi kur do ketë dhunë, kur do ketë sherrë midis futbollistëve, kur do ketë sherrë me arbitrat ose sot ka pas problem një arbitër tjetër. Sot shikojmë që arbitrat gabojnë, korrigjohen nga sistemi VAR edhe pranohet, pra ai gabim në fushë pranohet. Ajo që nuk pranohet sot është gabimi i sistemit VAR. Pra, domethënë, nëse Kridensi thotë që tash arbitrat e kanë më kollaj që të arbitrojnë, ata që janë në VAR e kanë shumë më të vështirë për të gabuar. Pra, nëse arbitrit i pranohet gabimi, sistemi i VAR është e pa tolerueshme, le të themi në thonjza, ose është e papranueshme që të gabojë. Pra, Kridens, kemi kaluar nga paragjykimi tek arbitrat e fushës tek paragjykimi tek sistemi VAR. Nëse ne gjithmonë kemi pas një shprehje që është shumë e lehtë gabosh në fushë edhe shumë e vështirë gabosh në VAR. Do të thotë aty ku je ulur para 8 kamerave ose 7 kamerave nuk mund gabosh dot në asnjë moment. E kuptoj. Kridens, gjatë këtij sezoni më korrigjo, është sezoni 4 të implementimit të VAR-it në Shqipëri? Po, gjatë këtyre 4 sezoneve të implementimit të sistemit VAR, është një përvojë pozitive, do ta konsideronit, duke marrë edhe sezonin e fundit që po mbyllet? Po sigurisht që është një pozitive dhe gjatë gjithë kohës, ose më saktë tani, linja ndërhyrjes është bërë akoma dhe më e mirë, më e saktë. Fillimi ka qenë pak i vështirë sepse sa u njoftëm me sistemin VAR, kemi zhvilluar seminare goxha praktik, domethënë shumë praktik për sistemin VAR. Tani është më lehtë sepse dhe personat që janë ose arbitrat që janë në sistemin VAR kanë krijuar një farë eksperience.
dhe kanë më të lehtë për të punuar në sistemin VAR. Krishnik, a është e vështirë të krijosh marrëdhënie me arbitrat e sistemit VAR? Të merresh vesh, të komunikosh? Patjetër. E mira e... Sepse asnjë nuk e di se çfarë thoni aty në kufje. E mira e Shqipërisë, le të themi, në krahasim me disa federata të tjera, është që arbitrat e sistemit VAR aktualisht janë edhe arbitrat të fushës. Pra ai një javë ose 2 javësh në fushë, 2 javësh në sistem, ose mund të jetë të shtunën në fushë, të dielën në sistemin VAR, kështu që ata që janë brenda në sistemin VAR janë arbitra që e ndjejnë fushën edhe e kuptojnë realisht ndihmën që kërkon arbitri në ato momente. Komunikimet janë mjaft të vogla, janë vetëm për lojën, aty nuk bëhet muhabet, kafe etj, siç mund të perceptojnë shumë njerëz. Janë komunikime të shkurtra dhe që janë komunikime standarde që protokolli apo rregulloria ai cakton midis arbitrit edhe sistemit VAR. Këdens, për sa i përket arbitrimit në Shqipëri, ka element të rinj që janë futur dhe ndoshta ata kërkojnë vetëm sistemin VAR, si funksionon? Jo, kemi element të rinj, në sezonin e fundit ishin 4 arbitra të rinj, në cilët i morën nga ose kaluan nga kategoria parë në kategorinë superiore, janë paraqitur shumë mirë në ndeshjet, sigurisht kanë pas dhe problematikat e veta, po në përgjithësi, po themi janë paraqitur shumë mirë dhe janë dhe arbitra të fushës, por gradualisht janë futur dhe si arbitra në sistemin VAR, po si AVAR fillimisht, jo si arbitër VAR-it, arbitër kryesor, por ndihmë si arbitrit të VAR-it. Është e thënë që duhet të jesh arbitër, që të jesh edhe në sistemin VAR, pra ti kesh qenë arbitër në fushë? Kemi ngritur një strukturë që tani për momentin kemi vetëm arbitrat kryesor, të cilët bëjnë edhe VAR-in dhe asistentin e VAR-it, AVAR. Pra nuk është e thënë që duhet të arbitrosh patjetër? Shpesh herë kemi dhe asistent, të cilët mund të vendosen në pozicionin e AVAR-it. Ndërsa arbitri VAR-it është gjithmonë arbitër kryesor. Tani, arbitrat e kuptoj që e kanë pranuar sistemin VAR, sepse është diçka, një kërkesë e FIFA-s dhe duhet vendosur. Por në optikën tuaj, si e keni parë, është pranuar nga trajnerët? Sot e kësaj dite që flasim gjatë këtij sezoni, ka trajner, futbollistë që nuk e duan sistemin VAR, se ndoshta po prish punë, po e bën lojën më pak të bukur. Jo, nuk e mendoj këtë gjë. Mendoj që teknologjia është gjithmonë progres. Është implementuar në shumë sporte, duhet patjetër të implementohet, mendoj edhe në futboll. Ka sjell përmirësim. Në një statistikë fundit të FIFA-s është në qoftë se një arbitër gabonte çdo gabim të rëndësishëm, le të themi, çdo 2 ndeshje e gjysmë, tash një gabim i rëndësishëm është çdo 17 ndeshje, që është një statistikë goxha e rëndësishme. Do të thotë që arbitri është vendimtar ose le të themi mund të ketë ndikuar në thonjza rezultat një herë në 18 ndeshje, 17 ndeshje, që në kampionatin shqiptar e thon një herë në 3-4 javë, që është goxha hapësirë pozitive. Të gjithë kanë qasur pozitivisht në Shqipëri flas sistemin VAR, po të shikosh edhe në fushë kur ndodh një episod i diskutueshëm, ke lojtarë që protestojnë ose bëjnë me gjeste që shiko VAR-in apo bankinë etj. Pra kjo do të thotë që të gjithë kërkojnë një konfirmim më shumë ose një sy më shumë për të parë një rast që për mendimin e tyre është i diskutueshëm. Kytens, nga përvoja jote gjatë kohës kur nuk ishte implementuar sistemi VAR, ka padur më tepër raste të diskutueshme se tani? Raste të diskutueshme janë evidente gjatë gjithë kampionatit, nuk është që kemi bërë një balans, po themi, ose një statistik që atëherë ka pas më tepër raste diskutueshme. Sepse më fal që të ndërpres, sepse ne shqiptarët themi duam VAR-in që të ketë më tepër drejtësi. Kur vjen VAR-i, pastaj hiqe VAR-in se nuk po na ndihmon. Jo, nëse përpara do të prisim deri po themi emisionet e darkës apo emisionet televizive për të gjetur që ishte vendimi drejt i arbitrit apo vendimi gabim, kurse tani e marrim në kohë reale, sepse sigurisht sistemi VAR na jep këtë mundësi që ta marrim kohë reale. Por a ka patur, le themi, duke bërë një krahasim, se besoj edhe federata e ka bërë një krahasim me statistika për sa i përket rasteve diskutueshme nga koha që nuk ka qenë implementuar sistemi VAR me kohën që është tani, ka më pak gabime, le themi, në fushë, edhe pa ndihmën e sistemit VAR, Unë mund të them vetëm tani për këtë vit të them të saktë, që pse gabimet e sistemit VAR kanë qenë në 3% të gjithë kampionatit. Pra, vetëm 3% kanë qenë gabimet të sistemit VAR. Pjesën tjetër, pastaj ka pas ndërhyrje, sigurisht i ka rregulluar sistemi VAR. Krishnik, ajo në fakt që bën, le të themi,
shumë pikpyetje, është edhe rregullorja, që është disi evazive, kur duhet shkojë arbitri në VAR, kur duhet ta thrasi VAR-i, kur duhet ketë raste diskutueshme. Aktualisht, cilat janë gjërat që duhen përmirësuar tek kjo rregullore, ose ato që janë në rregull janë okay? Shiko, rregullora me thënë drejtën është shumë i qartë për sa i përket ndërhyrjeve të sistemit VAR. Por në episodet e lojës ka disa episode të cilat janë të diskutueshme dhe do ngelen të diskutueshme, siç mund të jetë prekja topit me dorë, interpretimi i pozicionit jashtë loje. Pra këto janë raste të cilat si me sistemin VAR, si pas sistemin VAR, hanë gjithmonë interpretim. Standardizimi, mendoj, i arbitrave ose standardizimi më i madh i rregullores do bënte që të ishin pak më të kuptueshme, por loja në vetë është dinamike dhe si dinamike që është do krijojë gjithmonë episoda por raste të diskutueshme. Sistemi VAR ka një protokoll shumë të qartë për ndërhyrjen e tij, për që janë shumë të thjeshtë, pra është kontrollimi i golit, është pozicioni jashtë loje, është kartonat e kuq, pra ndërhyrjet mjaft të rënda, le të themi, dhe kur ngatron identitetin arbitrit, pra gjatë lojës ngatron lojtarin që i ka shkaktuar faul ose ka dhënë karton. Apo jo vjen. Po, apo ato hyn te procesi i kontrollit të golit, pra i kontrollit të EPP-s. Kështu që për sa i përket të ndërhyrjes të sistemit VAR, këto 4 pika mendoj se janë të mjaftueshme. Nuk mendoj se ka fushat të tjera, sepse do ishin fushat parëndësishme dhe pastaj loja do fragmentizojë aq shumë sa do humbiste edhe vetë vlerën e përdorimit të sistemit. Nuk mund të futim sistemin VAR për një rivënie ansore, le të themi, apo për një goditje këndore apo këtë diun. Pra janë elementë që në futboll ndodhin shumë shpesh dhe po ta fragmentosh ka shumë sport, më bie që futbolli mund të shkonte deri në 10 orë. Jo, është e vërtet, por të marrim një rast konkret. Për shembull, nëse ekipi fiton një goditje nga këndi, që nuk është goditje nga këndi, dhe nga goditja e këndit shënohet gol. Goli quhet i rregullt? Po, goli është i rregullt sepse nisja e goditjes nga këndi ose përbën një aksion të ri. Dhe realisht po ta marrësh edhe me statistika, po edhe në logjik, domethënë në momentin që topi del korner, le të themi që ekipi mund të ketë një avantazh të vogël sepse ka topin që bën një goditje standarde, por në vetvete ai nuk është se ka shënuar gol. Ka prap një dy luftim midis mbrojtësve dhe sulmuesve. Pra është një aksion i ri komplet. Dhe në statistika goditjet e këndit nuk është se përbëjnë le të themi 50% apo ora një rast që më kujtuan në këtë moment, Po, është një fillimi një aksioni të ri, normalisht në logjikën e perspektivës se ekipi që ka shënuar mund të ketë fituar diçka më shumë, por në vetë perspektivën e lojës gjithçka është e barabartë, pra fillon nga fillimi, goditja e këndit nuk është me do e mos një aksion tepër kërcënues për të shënuar gol, është një aksion përfitues, por në vetë rregulloren e goditjeve e protokollit VAR quhet një aksion i ri. Se siç u thash edhe më lart, pastaj do kontrolloje, pse mos kontrollojmë dhe rivënien fundore, ai nga rivënia fundore që tjek edhe nga bim, ka hedhur një top të gjatë në zonë, ka shënuar gol. Pra, ose kur goditet faulli, 10 cm më andej topi, ai ka nisur 10 cm jashtë nisjes reale, ku edhe ka përfituar 10 cm, pra është bërë gol. Pra, qofse merremi me kaq shumë detaje të vogla, nuk do ishte as benefite për vetë futbollin, por do humbiste edhe vetë rëndësinë e sistemit VAR, mendoj. Në fakt se të bëjë një ndryrje, sistemi VAR nuk e lejon pjesën që të kontrollosh goditjet e këndit. Qoftë edhe po themi ju thatë për një goditje këndi, po mund të themi edhe për një faull të paqën tek afër zonës së 16 metrave. Dihet që mund të ketë ekipe që kanë lojtarë që godasin shumë mirë dhe përfitojnë gol. Sistemi VAR e ka të pamundur që të ndërhyjë sepse nuk është gabim i qartë dhe i dukshëm i arbitrit. E ka në protokoll të përcaktuar 4 pikat të cilat mund ndërhyjë. Kujdes, pa diskutim çdo protokoll, çdo rregullore e shkruar ka dhe tmetat e saj. Në optikën tënde, ku janë pikat që duhet të përmirësuar le të themi sistemi VAR? Është hedhur si ide edhe ndoshta për të thirrur nga trajnerët, për të patur kërkesa. Shihet diçka e implementueshme në futbollin shqiptar dhe futbollin në botë, siç është në basketboll, që kërkon rishikim, challenge. Po kjo në rregulloren e futbollit nuk e lejon që trajneri, sepse dihet nëse do vi trajneri, atëherë ai do ta shojë trajneri, të kërkojë që arbitri të rishojë. Jo të shkoj trajneri ta shojë. Nuk mundet që trajneri ta nisi tani me protokollin që kemi, do të thotë i vetmi person ose i vetmi zyrtar i cili mund të nisi një rishikim në fushë është arbitri i fushës dhe arbitri i sistemit VAR. Jo, është hedhur si ide, qarkullon, besoj e keni dëgjuar. Qarkullojnë idetë, po protokolli, falë që ndërhyj. Protokolli lejon që edhe vetë arbitri
për një situatë caktuar të cilën nuk e ka parë, ose që është i dyshimt, mund të kërkoj ai vetë që ta rishikojë situatën. E lejon protokolli këtë gjë. Dhe arbitri i varit i jep, sepse është Ka patur raste që ka ndodhur futbollin shqiptar, sepse na sa kanë parë unë, jo, ndoshta edhe në botë mund të jenë raste të rralla, po them që në situata të caktuara specifike në finale, në një kompeticion ose vetë arbitri nga trysnia etj, mund ta kërkojë këtë rishikim. E lejon protokolli, sepse në vetvete arbitri i sistemit VAR është thjesht një ndihmës i arbitrit fushës, ai që merr vendimin gjithmonë është arbitri i fushës. Por si thon, është një teknologji e re. Gjithmonë do përshtatet le të themi konsumatorit ose tifozit ose ekipeve, trajnerëve, tifozëve. Ata qofse kanë kërkesa specifike ose qofse lind nevoja për kërkesa specifike, sigurisht që protokolli është i ndryshueshëm. Megjithatë, mendoj që protokolli kështu siç është le të themi në një përshtatshmëri shumë të lartë. Sepse edhe ajo që thoni ju që një trajner mund të kërkojë që të rishikohet. Tek e fundit, nëse ai arbitri i varit rishikojnë që në bazë të rregullores, ky rast nuk është faul ose nuk është penallti apo nuk është ajo kërkesë që kërkon ekipi, do ishte le të themi e kot që arbitri, vetëm sepse e kërkon trajneri, të humbasi 1 apo 2 minuta kohë, të shkojë të shikojë të njëjtat pamje që ai i ka parë live dhe që i është rikomunikuar nga sistemi VAR. Pra nuk është se do ndryshonte feedbacku në fund të vendimit. Vendimi do ngjelte i njëjtë. Kështu që këto opsione mund të jenë në të ardhmen, po mendoj që për momentin që flasim nuk është shumë e nevojshme kjo që thua. Kredensi qëndron këtij mendimit të Kreshnikut që nuk duhet asnjë ndryshim momentalisht tek momentalisht nuk mund të kemi ndryshime sepse siç e tha dhe Kreshniku, arbitri i fushës e merr gjithmonë konfirmimin nga arbitri i varit. Por çdo rast që është rast i rëndësishëm sipas protokollit të sistemit VAR. Pra duhet të ketë një besueshmëri tek arbitri i varit dhe arbitri i fushës. Po ka bashkëpunim dhe ka besueshmëri. Sigurisht. Nuk mundet dot që të shkosh në fushë të arbitrosh dhe mos kesh besim te kolegët e tuaj. Atëherë pastaj e ke humbur betejën që në fillim. Po mirë, thonë që 4 sy janë më mirë se 2. Kuptohet, pa diskutim, sistemi VAR ndihmon arbitrin e fushës, por ndoshta duke parë gjithë bashkë dhe duke komunikuar, mos ndoshta bëhet puna më e lehtë. Ndoshta mendimi vjen duke ndihmuar, le të themi, edhe futbollin. Aktualisht flasim janë 6 sy. Po pra, sepse në VAR 4 në sistemin VAR dhe ndihmojnë edhe gjatë rasteve që ndodhin ka komunikim midis arbitrave dhe sistemit VAR. Arbitri fushës shpjegon rastin që ka ndodhur sipas optikës së tij dhe nëse është e njëjtë me atë që sistemi VAR shikon, pra nëse përshkrimi i arbitrit është totalisht i njëjtë me atë që shikohet në televizor, atëherë nuk ka pse të thirret arbitri për të ripar rastin. Vetëm nëse gjatë shpjegimit të tij ai ka gabime të procedurës së rregullores. Pra nëse ai thotë që pengim i lehtë, pengim i lehtë nuk ka, se nëse është pengim sipas rregullores është faull. Dhe në këtë rast do përbënte penallti. Pra, shpjegimi i tij në vetvete është i gabuar. Po nëse shpjegimi i tij është që mbrojtësi kap topin pastër dhe në ekran duket që mbrojtësi kap topin pastër, pavarësisht se në fushë bankinat nuk e shikojnë dot se mund të jenë larg etj dhe mund të ketë protesta, atëherë pse duhet rithirur arbitri për ta parë edhe një herë rastin, kur ai vetë ka parë sakt. Pamjet tregojnë që ai e ka parë sakt, kështu që komunikimi është gjithmonë. Kreshnik, ty të ka ndodhur ndonjëherë që të kërkosh ta shohësh edhe një herë, pavarësisht se ndoshta VAR-i ka marrë një vendim, ka rastisur që të kërkosh ta shohësh dhe ti atë vendim që ka marrë VAR-i? Në mendje ose në komunikimin me kur jam në fushë mundohem të shpjegoj sa më mirë atë që kam parë, sepse është shumë e rëndësishme. Në momentit që ti nuk e parë, ka raste që edhe ti nuk e shikon. Topi shumë i shpejt, pozicionimi i gabuar, ke një lojtar përpara, të duket sikur e shikon, po e ke një lojtar përpara. Kërkon nga VAR-i një shpjegim të situatës. Pra, kjo që kam parë është e saktë siç e kam parë apo unë nuk kam parë gjë, është bërë ndonjë faull? Më fal, që të ndërpres. Të kalojmë në një rast konkret. Kush ka qenë momenti më i vështirë gjatë këtij sezoni që ke përjetuar në marrëdhënie me sistemin VAR dhe me futbollistët në fushën e lojës, për ndonjë vendim, për ndonjë episod? Që e mban mend dhe sot e kësaj dite, le të them. Shiko, nuk është se gjithmonë arbitrimi ka çdo ndeshje. Mos përmendim ndeshje. Jo, çdo ndeshje ka po themi aksionin, ishte faull, gol apo çdo ndeshje ka historinë e vet, le të themi, domethënë. Në një karrierë futbollistike sigurisht që ti nuk mund të jesh kurrë perfekt. Ka qelluar që gjatë një ndeshje të kampionatit kaluara, këtë vit kemi qenë pak më mirë. Në kampionatin kaluar ka qelluar një situatë e caktuar që
ose më saktë, pamja që kisha unë nuk ishte perfekte dhe rëndësia ndeshjes... Ishe në fush. Po, në në fush, dhe rëndësia ndeshjes që ishte, mendoj që kërkonte një analizë më të mirë ose duhet ta shikoja në sistemin VAR. Cili është komunikimi që bën me sistemin VAR? Komunikimi është i thjeshtë, të shpjegon situatën, ai të shpjegon çka ka ndodhur realisht në bazë të pamjeve që ka, edhe mund të vendosësh për shkak që edhe për situata që janë të diskutueshme, të shkosh ta shikosh edhe një herë, mund të mbash të njëjtin vendim që ke mbatur në fillim. Nuk është e thënë që ti shkove në sistemin VAR dhe u ndryshu vendimi tash. Pjesën më dëmuese. Ti thjesht jep një konfirmim vetes, po edhe publikut që unë vajta e pash, është e njëjta gjë që kam parë dhe në fushë dhe vaj vendimin që kam bajtë në fillim. Kujdes, si janë statistikat kur VAR-i thërret arbitrin? Pjesa dërmuese janë që anulohet vendimi i arbitrit? Po në 99% të rasteve, se kemi dhe raste të cilat sistemi ose arbitri fushës ka mbajtur vendimin e vet, po në 99% të rasteve arbitrat sajër kanë shkuar në monitorin e sistemit VAR, kanë ndryshuar vendimin e tyre. Tashmë sistemi VAR bëri 4 vite në kampionatin shqiptar të futbollit dhe duke nisur nga viti i ardhshëm do të futet një risi nga Federata Shqiptare e Futbollit. Le ta themi pak, ta shpjegojmë pak edhe për publikun, nuk do të jetë më në çdo fushë. Jo, do jetë statike. Do jetë pranë Federatës Shqiptare të Futbollit. Pra çdo dhomë VAR në shtëpinë e futbollit për kategorinë superiore. Për kategorinë superiore, për gjitha kategoritë. Jo vetëm për kategorinë superiore, por edhe për kategorinë e parë, po edhe për ndeshje specifike të cilat kanë rëndësi të veçantë. Në kategoritë e tjera. Në kategoritë e tjera, qoftë edhe ke ndeshjet e moshave, ndoshta mund të ketë, se kemi raste që kemi pasur dhe për shembull është bërë një finale e kupës me sistemin VAR. Finale e kupës e U19 vjeçarëve. Ke futbolli femrave, gjithashtu kanë ndeshje që janë me sistemin VAR. Sidomos ndeshjet e rëndësishme ku janë ekipe që çfarë sjell kjo tek sistemi VAR dhe tek arbitrimi në Shqipëri? Investimi është bërë shumë i madh, janë ndërtuar të gjitha strukturat përkatëse, janë ndërtuar 5 dhomat e sistemit VAR pranë Federatës Shqiptare të Futbollit dhe janë pajisur me gjithë pajisjet bashkëkohore. Teknologji, po themi, janë teknologji e fundit. Këto janë dhomat apo jo, që po i shohim? Këto janë dhomat, po dhomat e sistemit VAR. Janë të pajisura me ekranet përkatëse, me konsolën e komandimit. Kjo është në fazën fillestare. Po sot isha prezent dhe pashi kishin vazhduar punimet. Po presim që të bëjmë edhe përshtatjen e sistemit VAR, të bëjmë edhe kolaudimin e sistemit dhe pastaj të fillojmë punën për sezonin e ri. Që të fillojmë bëjmë seminaret, praktikën, që të jemi gati për sezonin e ri. Krashnik, duket sikur është një bar më pak për ju arbitrat që do të njoftoheni që do të jeni në VAR, se nuk do të shkoni sa në Vlorë, sa në Ballë. Për ne që jetojmë Tiranë është pak më thjeshtë, jemi direkt. Është një përgjegjësi e madhe, mendoj. Mendoj investimi është i konsiderueshëm. Tash kërkohet akoma më shumë profesionalizëm për arbitrat që do jenë në sistemin VAR. Vërtet mund të largohesh nga ajo trysnia apo presioni i atmosferës ndeshjes, por gjithmonë mos harroni që dhoma e VAR-it ka një presion shumë të lartë. Akoma më të lartë se ai të fushës, sepse arbitri fushës me rënien e bilbilit menaxhon emocionet, menaxhon situatat. Ai i VAR-it nuk ka se si ti menaxhojë situatat. E shihni tashmë futbollin pas sistemit VAR? Është pak e vështirë të kthehesh mbrapa. Mendoj është një teknologji që sa do vije do përparoj, mund të profesionohet akoma më shumë për ndonjë defekt ose ndonjë kërkesë të veçantë nga vetë aktorët, por mendoj që është e pamundur që të kthehesh në kohën e mëparshme. Kredens, si e sheh sistemin VAR në Shqipëri për ta mbyllur? Do të përparojë akoma më shumë në të ardhmen? Po sigurisht që do të përparojë. Teknologjia po vjen gjithmonë në zhvillim, kështu që dhe neve të gjithë aktorët të cilët merremi me pjesën e arbitrimit, po edhe me futboll, sigurisht që do të bëjmë maksimumin, plus thash bashkë me seminaret, me praktikën, që të jemi për krah federatave të mëdha. Tani, Krashnikun, unë them ta heqim, zëre se nuk është këtu. Ti që je pjesë e komitetit arbitrimit, kush është arbitri më i mirë i këtij sezoni? Për sa i përket gabimeve. Që nuk ka bërë më shumë gabime. Po tani arbitri më i mirë është ai arbitri i cili bën më pak gabime, sepse gabimet janë prezente në futbollin. Tash emrin e kemi shpallur
Mbrëmje nga në mbrëmjen nga lart. Gjatë këtij sezoni, po themi mbas mbrëmjes nga Tani lart. ne jemi në ajo merret me vit kalendarik gjithmonë. Gëden Smeta, Kërshnik Barjama, unë ju falenderoj shumë që ishtë në studion e Zona 30 dhe ju uroj shumë suksese për sezonin e ri të A Biznes Superiores, por dhe jo vetëm kategorisë parë dhe gjithë futbollin në Shqipëri. Faleminderit. Mirë, do të flasim dhe pak për UEFA Champions League, që ka përcaktuar 2 skuadrat finaliste gjatë kësaj mesjave, ato do t'jenë Interi dhe Paris Saint-Germain. Por në një video të qarkulluar në rrjetet sociale, sidomos tek faqja Karpi Club Albania në Instagram, qarkullon një video ku disa tifoz të Interit në një lokal në Shqipëri, shikoni si e kanë festuar golin e barazimit të 3-3-shit, si të çmendur, duke thyer gjithë shka që i dilte për para. E kjo është festa e shprenuar e tifozve të Interit në Shqipëri pas këtij goli të realizuar, që më pas solli dhe kualifikimin në kohën shtesë. Kemi mbritur në fund, do t'ju lënë në shoqërinë pikërisht UEFA Champions League me golet e kësaj mesjave, diku Paris Saint-Germain mposhti Arsenalin 2-1, ndërsa Interi fitoi ndaj Barcelonës 4-3. Bashkë do takohemi sërish të njëjtën e radhës, sepse të hënën do t'jenë maratona e zgjedhjeve elektorale, kështu që do takohemi të njëjtën orën 18:30 gjithnjë në RTSH 1 Definition. Mirë takofshi.